Presidenti Barack Obama mbajti fjalimin për gjendjen e vendit, i pari para një sesioni të Kongresit që mbizotërohet nga Republikanët, pasi ta morën kontrollin e Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve. Në prag të fjalimit, anketat tregonin se populariteti i tij është rritur fal përmirësimit të ekonomisë. Si rrjedhoi, fjalimi i tij u përqendrua gjithësisht tek sukseset në vend dhe në tema të tilla si propozimi për rritjen e taksave të pasurve dhe firmave të mëdha financiare dhe hapat për të forcuar klasën e mesme. Por fjalimi u mbajt edhe në kushtet e rritjes së masave të sigurisë në Washington dhe vende të tjera, pas sulmeve terroriste në Francë. Megjithse fjalimi mbahet për publikun amerikan, situata e nderë në Europë, zhvillimet ndërkombëtare dhe shqetësimi i ekstremizmit e bën të pashmangshme diskutimin e politikës së jashtme dhe sigurisë globale. Ishte hera e 7 dhe e parafundit që presidenti i jepte fjalimin për gjendjen e vendit, dhe vetëm 2 minuta pasi kishte filluar fjalimin, presidenti e përmblodhi me një deklaratë optimist me gjendjen e vendit. Hija e krizës ka kaluar dhe gjendja e vendit është e fortë. Pasi foli për arritjet e vendit, ose më saktë administratës së tij, përfshirë konsolidimin e ekonomisë dhe ritmin e shpejtë të hapjes së vendeve të reja të punës, si dhe rikthimin e trupave nga Afganistani dhe Iraku, presidenti Obama ju rikthye një pyetje sfidë që do të shtjellohej edhe më pas në fjalimin që zgjati vetëm 1 minutë më pak se 1 orë. Megjithse presidenti është në 2 vitet e fundit të mandatit, duke se betejat politike mes dy partive do të vazhdojnë duke u nisur nga qëndrimet e fundit.